Çka ju nevojitet mas shumë ti për kanalin e YouTube-it? Është kjo YT Studio që e teleshazhon në Play Store edhe e merr. Kjo lidhet direkt me YouTube-in tanë, edhe këtu e ki shpijen, më thonë, krejt sanet e tua, për shembull emnin, mbi emnin, nëse don me ndryshu diçka, atëherë prek këtu, shkon parametr, edhe prej këtushit për shembull ti mundesh me qit në çfarë pore don më të pagu. Edhe do të me këshyrni diçka tjetër që këto, për shembull në Kosovë edhe në Shqipni, YouTube-i nuk pagun, atëherë mundi me shku këto reveny deviz, ku i keni deviz, edhe e lëpni një shtet tjetër, për shembull si Anglia, Gjermania, Amerika, për shembull dollar ose euro ose diçka tjetër adin, edhe e klikon, e ban, edhe kthesh mrapa. Tash këtu e ki, për shembull, e ki që pa tjetër do të për më të pagu, për me kon kanali që mundet më bo me pages, kër e trus këtë qenë në dollarit, kom i t'i qitë qëto sene këtu për para. Edhe kër i t'i qetë këto senet, këtu janë që do t'mi pas 500 followera, 3000 orë shikime, edhe për shembull me pas ma shumë se 3 milion shikime në shart. Po për mu është mas leti për shembull me bo 3000 orë shikime. Se e kom provu me shart, po kogja problem është me shart me i bo 3 milion. Po me orë është ma mirë. E dyta që vjen, për shembull, tani e ki pak ma poshtë, e ki 1000 follower subscribe, ose follower sa mi pas, 4000 orë mi pas shikime, edhe kjo është shumë, kërë më rrinë që të punë mi bo 1000 followera, për shembull, edhe 4000 orë, dhe me thonë që YouTube-i t'i lejon videot e tua me shti reklama. Në fillim, gjys edhe kafuni. 3 herë ose 4 herë në varet sa ki videon e gatë, për shembull. Për me shti video, reklama në video do të me konë mas pakti 8 minuta e përpjet. 10 minuta, 20 minuta gjysore. Sa ma e gatë me konë në video, është ma mirë për juve, se vynë për me shti reklama, se reklamat pagujnë shumë ma mirë se sa shikimet. Une që shikum këshyrë shumicën e njerëzve që bojnë video, shikimet i kanë prafërsisht mas pakti i kanë 2 euro për 1000 shikime dhe në 30 euro për 1000 shikime. Është diçka e pabesueshme, po është e vërtet. Po tash nuk do me thonë që na fillestarët mundna me bo 30 euro për 1000 shikime. Na me mëri, për shembull 2 euro 1000 shikime, për mu është e knaqme, nuk është diçka që se një video për shembull mundesh me bo një vikend ki me dal në bjeshk, edhe filmon vetën ton kohën, të hec, të fol, të tregu, të push përpjet malin, bjeshkën, venin, ku je, çka je të dosh me pa, çka je të pa, çka është ndryshime, çka është mirë, çka është keq. Edhe krejt këtë sene mundesh mi filmu edhe me bo një video për shembull 10-15 minuta, 20 minuta dhe poston. Ose videot ndryshme tjera që mundesh me bo për shembull. Ka 1000 ideja që mundesh me bo.